Jela, si çdo të thënë, bëjmë edhe një analizë për zhvillimet politike. Avokat, të përshëndes, faleminderit që gjetë kohën të jesh në studio live. Futemi menjëherë në bisedë. Si ke parë publikimin e listave të kandidatëve nga partitë politike? Partia Socialiste ka emra të rinj, largon senatorët, ndërsa Partia Demokratike ka të njëjtët persona që kanë qenë edhe në listat e sigurta në zgjedhjet e kaluara. Kjo është tendencë politike në gjithë botën perëndimore, domethënë demokratike. Sepse fituesi e ndjen që do fitojë sërish, të paktën nga sondazhet, edhe kërkon të krijojë evolucion të brendshëm figurash. Domethënë të rinj ose personalitetet që nuk i ka pasur deri tani. Të shikojmë ç'do bëjmë, po unë them se si është doktrina e politikës moderne në perëndim, kështu është. Kurse për sa i përket opozitës, opozita gjithmonë në gjendjen që është sot në Shqipëri dhe ato që kemi parë në këto 20 ose 30 vjet të fundit në perëndim, kricat e opozitës këtë profil japin. Ka një lider të skaduar, i cili nuk është në pushtet që mund të rrëzohet, dhe vazhdon me inercinë e vjetër. Ky është Saliu, tek PD-ja. Dhe e ka bllokuar. Por nuk e kupton që gjithçka është në favor të Partisë Socialiste. Ati pak intereson ajo, ai tani është në një gjendje të rëndë në funksion të akuzave, edhe si familje, dhe e kuptoi që nuk ka shpresë, nuk ka ditur të mbrohet. Të shikojmë gjyqet dhe konfiskimet që do t'i bëhen familjes Berisha dhe Berishës, me anë të proceseve gjyqësore. Kjo është pjesa e tij. Për sa i përket majorancës, majoranca nuk ka në rrezik se mund të humbasë pushtetin. Unë jam e opozitë, po. Opozita është në krizë. Dhe u thash kush e krijon krizën. Krizën e opozitës e krijon figura e Sali Berishës. Është i papranueshëm perëndim, ka humbur personalitetin edhe në opinionin publik, por vazhdon me fansat e tij në Partinë Demokratike, e cila natyrisht që është zvogëluar, por që është partia e dytë sot në Shqipëri. Avokat, me që se jemi te majoranca, duhet bëj një pyetje në lidhje me vendosjen në lista të hapura të senatorëve. Pandeli Majko, ish kryeministër, Erion Braçe, deputeti i njohur i kësaj force politike, Fatmir Xhafaj, Mimi Kodheli, Xhemal Qefalia, pra shumë emra të njohur të socialistëve, me shumë gjasa nuk do ta kalojnë dot 11 majin, pra nuk do jenë më deputet të Kuvendit të Shqipërisë. Lajmi mirë, lajmi keq, si e ke parë këtë evolucion, siç e tha dhe ju që po tenton të bëj zoti Rama? Duhet ta shikojmë se si do dalin në zgjedhje. Se jo, se nuk janë të falimentuar. Po, a do fitojnë në zgjedhje? Kjo është. Ai ka lënë këta si figura që përpjekja e tyre ta thellojë më shumë fitoren e PS-s. Të paktën kështu kuptohet. Se ata kanë falangat e tyre që i përkrajnë brenda socialistëve, kuptohemi. Dhe ai ka vendosur në një rresht figurash të cilat me anë të cilave kërkon dy gjëra. Edhe të provojë se sa kanë fuqi, po nëse e kanë fuqinë siç e kanë pasur, i japin në vlerë të re Partisë Socialiste. Të paktën kështu e kuptoj unë. Avokat, ndalemi dhe pak të lista e zotit Berisha.
Çfarë do thot? Pra, ta lexojmë pak përsa i ka zgjedhur emrat e besnikëve të tij të ngushtë, të cilët e kanë shoqëruar edhe sot në protestën radhës të SPAK-u. Përse sipas ju zgjedh këta figura? Për çfarë i duhen pas zgjedhjeve? Por ai e di që nuk fiton. Figurat e reja do ta sfidonin. Këta nuk e sfidojnë. Gjithë çështja ishte që po ta dinte që do fitonte, nuk do ecte me këta. Se këta nuk kanë fuqi politike nëse vinë në pushtet. Nëse janë në pushtet, kanë fuqinë e partisë. Domethënë, e të gjithë mbështetësve të Partisë Demokratike. Po janë larg pushtetit. Edhe sondazhet do dalin keq. Atëherë, këtë rrugë ka zgjedhur Saliu, por mund të kishte gjetur një rrugë edhe më elokuente. Megjithatë do të shikojmë zgjedhjet një herë, sepse kam përshtypjen që do ka shenja të jashtme që mund të ketë inner konflikt edhe në Partinë Socialiste. Shohim. Degradat e fortë kjo. Kush me kë, avokat? Nuk di çfarë të them. Njëherë për njëherë, disa shikot do të kemi parasysh një gjë. Logjika politike shkon nga një moment i përgjithshëm në një moment, nga një moment mirë thash general i përgjithshëm në një moment partikolar, domethënë pjesëshëm, dhe pastaj nga një moment partikolar në një moment singular. Jemi në momentin general, në momentin e përgjithshëm. Në një moment general nuk mund t'japim dot më shumë se sa që thash unë. Të paktën brenda optikës time. Avokat, çfarë do thot për Shqipërinë të kemi një parti e cila do të fitojë zgjedhjet për herë të katërt dhe i njëjti kryeministër? Ma deshifro pak çfarë do edhe impakti që mund t'japi, apo mund të ketë zhvillime pozitive që është antarësimi në BE, por mund të ketë zhvillime negative, kalqifikim të majtës dhe ndoshta shkatrim të opozitës. Biseda duhet fillonte që po t'jenë zgjedhje të lira, ajo është vullneti e popullit. Do të thënë ajo është demokracia. Ne kemi në perëndim që kanë dhënë 30 vjet. Nuk diskutohet. Sepse shoqëritë kështu ndahen në demokraci. E majtë dhe e djathtë. Këto nuk ka të djathtë tjetër dhe të majtë tjetër. Që këta do vijojnë. Pse? Ajo, koscienca e shoqërisë është majtas dhe djathtas, dhe ju e pas se si falimentuan të gjitha partitë që dolën jashtë këtyre. Por nuk ka ndodhur vetëm këtu. Ka ndodhur në gjithë perëndimin. Dhe janë dy, kam thënë dhe një dy herë prapë edhe në emisionin tuaj që politika është bipolare, është dypolare politika, nuk ndryshon. Janë munduar, kanë 50-60 vjet, 70 vjet që duan ta ndryshojnë, pa ajo ka dalë kështu që në Angli dhe në Amerikë. Është bipolare dhe është e majtë e djathtë. Kështu që nuk ndryshon. Po këta nuk kanë fuqi, flas për opinionin tonë. Ne, shoqëria shqiptare nuk e ka fuqinë brenda partive që të konceptoj zhvillim partjak të brendshëm. Nuk e kemi. Ata kështu që do vazhdojnë ata që janë. Por ata nuk vazhdojnë kot, se kanë ato votat e tyre, të cilat din dalin edhe nga sondazhet, si të vetmet parti majtës dhe djathtas, me elektorat të gjerë dhe me vota të nivel të sasisë madhe në opinionin publik të shoqërisë shqiptare. Avokat, duhet kaloj te çështje që lidhen me drejtësinë. Ju e mbani mend shumë mirë atë që ka ndodhur 17 vite më parë në shpërthimin e Gërdesit. 26 persona humbën jetën, bijojnë ende procese gjyqësore, por drejtësia nuk ka bërë drejtësi për momentin. Përse kjo vonesë sipas jush? Përse ka një hezitim nga ana e drejtësisë për t'i dhënë zgjidhje përfundimtare
plagëve të disa familjarëve që kanë humbur fëmijët e tyre në atë shpërthim. Po nuk e kishte pasur Gërdesin, më falni, nuk e kishte pasur që në fillim Spaku, se s'ke informuar Spaku, ju e dini. E drejt. Apo jo? E drejt. Tani të shikojmë, tani ka vajtur brenda strukturës juridike të akuzës në Spak. Të shikojmë Spaku do të qojë deri në fund këtë çështje? Unë them se po. Nuk e ka shumë të lehtë, se nuk dihet ç'është bërë me provat. Dhe Spaku është një organizëm që ka ekspertizë ndërkombëtare, të paktën deri tani ka qenë me ekspertizë ndërkombëtare dhe po pret një ekspertizë të re ndërkombëtare ndërkohë. Dhe prova është provë. Por shumë mirë kanë bërë që atë krim të rënd, ai është krimi nga krimet më të rënda të 30 viteve të fundit. Të shikojmë se do t'ishte çlirim për konsciencën shqiptare në funksion të demokracisë, që të kishin drejtësi në ndëshkimin e atij krimi. Shohim. Avokat, ju si e kujtoni atë periudhë kohe kur ndodhi shpërthimi? Se e kanë harruar njerëzit, kanë kaluar shumë kohë, din vetëm që ka patur shumë viktima, por ndoshta e kanë harruar detajet. Çfarë ndodhi në atë kohë? Jo, s'kishte, këta kishin shkuar atje me një, ç'të të them, me një ignorancë në funksion të shfrytëzimit. Flas për fitimet materiale. Dhe ju ndodhi shpërthimi. Kjo është e gjitha. Ka qenë të përfshirë familjar? Po, ndjes. Po, nuk të kuptova, çfarë familjarësh? Familjar të zotit Berisha është folur gjithmonë për të birin e tij, që ka marrë pjesë në shitjen e fishekëve. Po, atë biznes e drejtonte familja Berisha, nuk diskutohet kryesori. Pa e kishte. Ai dëshvdiq. Saliu, nuk e di, ju e mbase se mbani mend. Kur shpërtheu ajo doli si kufon. Po pushteti gjyqësor ishte ai korruptuari, ju e dini. Me probleme. I ndryshoi, i bëri. Dhe kur tani që ka dalë Spaku dhe që e ka marrë, kanë ardhur, të paktën sipas burimeve të mia, kanë ardhur prova edhe nga aspekti ndërkombëtar. Ata i kanë prova të tëra, do të kuptojmë. Por nuk i kanë përdorur, them unë, sepse nuk kanë pas besim te pushteti gjyqësor. Tani që kanë një pushtet gjyqësor që kontrollohet prej tyre, që është Spaku, kam përshtypjen që do vinë provat, edhe ato që kanë munguar këtu, e të shikojmë, do ta bëjmë një proces normal, nuk ka rëndësi se sa do dënohet dhe se sa do persekutohen, thonjza. Duhet të shohim që a u hetue gjitha i krim dhe a do dalje vërteta në skenë? Unë them se po. Mirë, edhe për fund të kësaj bisede. Faleminderit shumë avokat që gjetët kohë të ishin në Studio Live si gjithmonë. Faleminderit. Faleminderit.